Kanë mjaftuar 15 minuta breshër pas ditën e së premtes për të dëmtuar mbi 160 hektar të kultivuara me pjeshk në zonën e Barbullinjës në njësinë administrative Fjershegan. Rreshjet e breshërit kanë qenë me intensitet të lartë, duke dëmtuar kokrat si dhe rrëzuar në tokë lulet e varieteteve më të vona. Fermerët shprehen se investimi i kryer prej kohësh ka shkuar dëm dhe duan ndihmën e shtetit në këto momente kritike për punën e tyre, pasi të ardhurat i sigurojnë nga kjo kulturë në të cilën kanë vite që investojnë. Mund ta quajmë katastrofë. Jemi te nektarinët, qa janë që kanë lidhur kokrat, shife vetë, të shikoj shtetit të gjithë, ku e këtë tërë lastari, qesh me kokra, nëse gjenë një kokrë të pa dëmtuar, po thuj se demi është 99%, 1%, po flasë për t'i bërë qefin vetës që kemi shpërtuar që të marrim ndoshta në shpenzim vogël për plerat. Është kolosal, nuk ka ku të vejmë me. Demi duket, të regojmë dhe kamerës, se të janë kokrat që për 10 ditë fillojnë e rallohen. Demi që pa pare, ishe shumë kolosal, s'ka, nuk është pëtur. Janë pak në 4 vere atjetë që janë të hershme, që janë dëmtur. Ka marrë zhëllëgje. Me shteti po ka mundësit, na japit një dorë të pakën, marrin frymë, në tani jemi mbytur, në diri këtu. Marrin frymë, bjetojmë, që marrin plerat prapë se kemi plerat të shnur. Do greku 1.300 euro helmet në Greqia, do shkurit lek të tje. Do pleo 1.200.000 lek. Me temi që me shberë, unë se këne do të kokon. Plera, se kjo i do prapë shërbimet, pavarësisht se që u dëmtua. Vaditja do bëhet, spërkajta do bëhen prapë. Pra unë dhe themi çunat marrin prapë të rastën e të kthehen përsëri në Greqi. Jeshtë dëmtuar mbi 100%. Tani që është më atje, vetëm kam një kafsh atje, a vetëm ajo kështë ngele. Vetëm qeni kështë ngele atje. Se gjethe s'kishte me atje as. Tani unë pensionist jam, po kam edhe gjithë ato lekë. Bashkia e Lushnjës, në koordinim me njësinë administrative Fjershegan, kanë ngritur një grup pune me specialist për të verifikuar dëmet e shkaktuara. Dëmet duken, janë dëme të cilat mund të themi që janë deri në 100%. Ne kemi ngritur një grup pune për të kontaktuar me çdo fermer, duke i verifikuar në terren dhe duke i pyetur fermerët për dëmin që është bërë. Që kështu ne do vazhdojmë deri në procedurën në përfundimtare që të shikojmë saktësisht numrin e fermerëve që janë dëmtuar. Neve tani jemi duke kontaktuar, kemi arritur në një numër fermerësh deri në 60 deri në 70 fermerë, të cilët janë dëmtuar. Kandidatët për deputet opozitës Eduard Sharka dhe Gentian Çela kanë parë nga afër dëmet e shkaktuara nga shiu. Po thuj se është 100% e dëmtuar produkti. Ky është një fenomen që pritet ndodh më shpesh për shkak të ndryshimeve klimatike. Është një nga shkaqet, një nga fenomenet që ka larguar çdo vit, largon bujq nga bujqësia dhe nga Shqipëria. Jemi përballë faktit që deri tani për të parandaluar këtë fenomen dhe për të ndarë pasojat me bujkun, për mos ia lënë gjithë peshën bujkut, nuk është bërë asgjë. Bujku deri tani përballë dëmeve nga fatkeqësitë natyrore ka qenë i vetëm përballë tyre dhe si ekonomi vulnerabël që është, vetëm zgjidhje ka patur që të braktisë bujqësinë, sepse ky fermeri që pret të ardhurat e vitit nga kjo parcel, sepse 3 lymto kanë fermerët tek ne. I kam mbjellë pjeshka dhe mund të siguron të minimumin e të ardhurave nga shitja e prodhimit, këtë vit kam mbaruar punë.